Lavdi dhe falëndërimi është për Allahun fuqiplot, i cili është i vetmi Zot që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet t'i dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, vulës së profecisë, shokëve, familjes dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në kiamet. Të dashur vëllezër, nga praktika edhe përvoja me njerëz të cilën e kemi, dy probleme janë shumë të dukshme në ummet që ka të bëjë me familjen është fjala. E para, problemet e mospasjes fëmijëve. Do thonë, ka 5 vjet martesë, 10 vjet martesë, Allahu azza xhala lazim i ka fal fëmijë. Edhe një problem tjetër që është bajegu në dukje, e ndoshta kjo është edhe projekt i qëllimshëm, është edhe problemet e fëmijëve, ku janë shtuar maslindjes problemet e autizmit edhe shumë gjëra të tjera. Nuk muj me i përthaku të dy këto probleme në këtë hutbë, por po kam dëshirë të ndalem te problemi i parë që me i dërgu mesazh çdo vllaut, edhe çdo motrës, e cila ka probleme me shtatzani, s'ka fëmijë. Me i thonë se Allahu xhalla shanuhu i ka lënë dy sebepe, sebepin mjekësor dhe sebepin fetar. Për fat keq, muslimanët të cilët falin namaz, e falin 5 vaktin, i marrin sebepet mjekësore ndoshta, bile kalojnë ka herë edhe në sebepet haramit. E sebepet fetare nuk i marrin. Të nderuar vëllezër, një gjë parasysh, të jetoni me bindje se fëmia është rrezik nga Allahu. Nëse ka shkruar Zoti me të fal fëmijë, ki me pas. Nëse nuk e ka shkruar, s'ki me pas. Duhet mu pajtu me caktimin e Zotit. Por ta të kem parasysh, shpesh na pyesin, vaj, pasi djala bën këta, bën ata me do forma të cilat janë haram. Themi Allahu ka thonë Kur'an, Allahu është ai që fal evlat. Kujt do Zoti jep vajza, kujt do jep djem. Shko ka përmend, fillim vajzat, pastaj djem. Kujt do jep vajza dhe djem. E këndo e le pa fëmijë. Pra, çdo sen që të ndodh është mrena dëshirës kaderit Zotit. Ti nuk guxon me qit Zotin gjyq. Ti nuk guxon me thonë një fjalë e cila bie ndesh me besimin ton. Allahu i lartësuar e ka shkruar çashtu. E tash, a është në kundërshtim kjo mi marr sebepet? Nuk është në kundërshtim. Sebepet halal janë veç dy lloje sebepe. Sebepet mjekësore dhe sebepet fetare. Tjetër kalën haram. Vjen ka shku te kreta tyrbet e katunit edhe bile ka dalë edhe në për jashtë kufinit. Kështi kjo tyrbja, a ka shkojnë te filan tyrbja, i thot aty ai dietari i tyrbën, tu e vënë te tani ki me ba fëmijë. Po ti shmezon gjumi për mi varr. Pa i te vorri babës me shku tutët, e lema të ki vorri ytë këtu. Ku peze gjumi gruën aty në varr të vorri, a jenë tanë të. Edhe qka, veti ki fajt, kishe fjet. Po s'pë mëze gjumi. Sa me ti marë pare të me talon kilën ty. Mere që të dhejët, mere që ta, mere ata, mere që të ujën me dhejë. Këtë leqa juje, peje. A i ke pi që shku më thonë, sabaj ki pi ashtu, ti e ki nëjë problem, a pet kilën ty. Parë ta ma i ka marë. Në fund kër i pravan këtë këto, hoqa ban me konsultu me ty. Kuj e konë, të filan veni, të fistekit e anë, të këne, vallahi l'adhim, pasha Zotin azza wa jall, që nuk ka tjetër adhurus pos ti. Kësaj fjale i rikë arshin dunia dhe në ahiret në mësimet e Kuranit dhe të sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si kretë tyrbet edhe teqet edhe varët e mirë, në thojzat të dunjas, nëse i shkon, Allahu është ai që t'jep fëmijë. Keni kujdes, mos e korit një veten para Zotit. Mos e lekont në sprovën e parë imanin e juj. Kujtani pejgambert Allahut azza wa jall,
Se Zoti kur s'ka dash mi dhon dikuj, edhe pse u kanë martuar edhe kanë burr, hakikat. Zakaria alayhis salam si ka dhënë evlat. Kurse asaj gruas e cila s'ka pas burr fare, Maryama alayhis salam i ka dhënë fëmijë edhe pa burr. Sa më kon kjo grua, kjo vajzë, inspirim për Zakaria alayhis salam, edhe me bë dua. Edhe Allahu Azza me i fal evlat në plashnin e thellë. Mjetë si kurse i ka fal Ibrahimit alayhis salam, sa raste kemi edhe në mesin tonë. Merrni sebepet halal. Por të ana mjekësore, merrni sebepet. Merrni, mos i neglizhoni, duke u marrë veç me sebepe fetare. Edhe nëse janë halal sebepet fetare. Edhe nëse janë halal, anën mjekësore mesela. Sepse Allahu i lartësuar kalon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo smuje ka ilaç. Çdo problem ka ilaç. Alim men alim, e kupton, e mëson, e merr vesh, arrin te ilaçi kush arrin, wa jahila men jahila, ka një që s'mund me arrit. Kjo i bën që ti më marr sebepet, nëse ka shkruar Zoti vallahi alazim te sebepi më i thjesht, ki me zatet edhe po ashtu. Është tani që na pyesin shpesh, kërkoj falje se ndoshta jemi me shkuj këtu të gjithë, edhe ngjeshmja përmes plakave që thonë është e lejuar. Ngjeshmja, me ngjesh. Është e lejuar se pyesin shpesh, po thon kështu toptan me marrë vesh kret, është nuk hyn në meselet, nëse ajo nuk fol fjalë pa lidhje. Edhe gjeste të thjesht ngjesh, është e lejuar. Është sebeb mjekësor popullor. Prandaj s'kin nevojë me pyet një kania, po ju tham gjithëve. Sebepet fetare të dashur vëllezër janë që besimtari mas pari me besu se Allahu është ai që fal evlad. Kjo është e para. E dyta, me ju lut vetëm Zotit. E treta, mas i ka marrë sebepet mjekësore, mos me besu në sebepet mjekësore, po veç mi marrë si shkache. Jo me thonë, mbani me fmi filan ilaçi, filan duhet. Jo, Allahu të ka ba me fmi. Ai veç ka qenë sebep. Pastaj tjetra, jepni sadak. Jepni sadak. Tjetra, shtoni fjalën astaghfirullah wa atubu ilayh. E ka përmend Allahu xhaleshanu në Kur'an, Nuhi alayhi salam popullin e vet e ka këshilluar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. I thash popullit tim 950 vjet ju ka thonë. Kërkoni falje te Allahu përmes istighfarit, astaghfirullah wa atubu ilayh. Çka fjalë? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Jo veç astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Yursil as-samaa alaykum midrara. Ju çan prej qiellit shi përmes kësaj fjale. Lëshon shi bereqet. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Edhe ju jep pasuni përmes kësaj fjale, edhe ju fal evlad. Provojeni me 1000 herë. Mashallah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ma vë me thonë këta, 1000, 2000, 3000 herë në ditë. Keni me pa ndryshim në jetën e juaj në gjitha drejtimet, pasha Zotin. Këta të provume nga praktika e besimtarve e kene. Ata që kanë problem, le ta shtojnë këtë fjalë. Pra le t'japin sadak, edhe bëni dua shumë kur jeni mes juve dhe Allahu xhaleshanu vetëm. Kur nuk ju nin kërkush, nuk ju sheh askush, veç ti dhe Zoti. Në errësirat e natës, kur të gjithë janë të fjerë dhe Allahu xhaleshanu thotë ka kush lyp, që ti jap. Që atëherë troket në dyrët e Zotit. Sepse ai nuk i marr borx kërkuj. Edhe nuk i jep borx kërkuj, ja fal. Allahu të fal. Allahu nuk ta lyp borx. Allahu për te e ka lyp veç dy sane. Monoteizmin, mos mi bësh shet Zotit, edhe ibadetet. Këtë tjera ti ki fal. Edhe atë monoteizëm dhe ibadet që ta ka lyp ty për të mirën tane. Sepse ka thonë Zoti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, haki i Allahut është mos mi bën shok. E kur ti nuk i bën shok, ai ty ta garanton xhenetin. Krejt ka të sjellësh ti, çka të bën për Zotin, ty të kthehet dobia. Andaj, edhe një gjë tjetër, bëni edhe hijame. Bëni hijame. Po ashtu, bëni edhe rukje. Sa e sa ka njerëz të cilët janë të lidhur, pa hyrë në detaje, shkaku i problemeve hala ka plakat këqija dhe plesht këqip, po thonë qështu. Se edhe të reja ka, dhe i drejt që është edhe i ri edhe i moqën. Të cilat, subhanallah, ka raste kur nuk di me bo magji, vetëm i bën vezveses, edhe vezvesja shkatron insanin.
Na kemi raste kur domethënë hiç që ka bën një pallom që aty me 2-3 pika gjaku pa lidhje ka bën edhe ka qitë te koqia. Veç mi bën vezvese, pe asoj dite sratohet maniri, sa është psikologjia e njerit. Se na nuk jemi çasi besimtar që më thon çka, pa leve këto sa unë jam me Allahun i lidhën. Si merr sebepët. Kur ta kap masajna stresi nga. Pra, edhe me bën rukje, me lexu Kur'an është mirë. Edhe për fund të ndërru vëllezër, kur mos u hyp në mytin të Zotit. Ibrahimit alayhis salam kur i kanë shku për gëzim, me laçet më thon kena të falni evlad. Gruaja vet ka bën kuku. Edhe i ka shtit dur te goja kuku evlad. Për 90 vjet gruaja. Edhe ja kanë lënë emrin Ishaq, që i bën buzëqeshje e çuditshme. Kur don Allahu azza wajal bën mrekulli. Edhe një. Ka hadith sakt pejgamberit alayhi salatu wasalam ky let jetë për gëzim për gjithë ata të cilët Allahu azza wajal i ka sprovu. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin e sakt. Kuj Allahu xhaleshanu nuk i falë vlam dunia dhe bën sabër. Edhe për kushtohet në ibadet në Allahun azza wajal, Zoti ja garanton xhenetin. Dhe në botën tjetër Allahu i lartësuar do t'i falë vlad. Do t'jep vlad sa doje do ta mban dvogël, kur doje rrit, pa mund edhe pa lodhja. Sa doje mundet me pas, të dashur vëllezër. Ka qenë një hoxha me qëllim rahmetullahi alayhi komunës Malishevës, se ne kam takuar në haxh dhe kam njoft një hafiz moshën 86 vjeçare ka në haxh në atëherë. Allahu azza wa jalla pat sprovu në këtë pikë edhe e nifsha unë prej ma herët tu bisedu me ta, po ja tregoj që të hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam rahmetullahi alayhi nuk e kish ditë këtë hadith. Normal se kush din diçka që tjetri se di, ai tjetri din diçka që ky se di. Edhe ardhën për qafin midis Medinës. Tha, sot me ma pas falë Allahu Gjeleshan 86 vjeçar, sot me ma pas falë Allahun ideal, ose qik, tha si shakëzu ma shumë se sa që ky përgzim i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëndaj, nisan dijeni, këtë provat e botës, nuk shkojnë hoq, ka diçka masaj, ka një urtësi masaj, më shifët diçka. Ajo është urtësit, rahmeti, dija, bereqeti i ati nalt. Ka një sebeb Zoti për gjithë së cëllin. E jo në është, veç mi marë sebepet halal. Andaj në këtë pikë, kam dëshirë që ju, familjarët e juj, akrabat e juj, me pas parasysh edhe, mas me dështu. O Zot na fal, o Zot na përmirësa, o Zot na bereqet. O Allah, nëse na i bën evlat të halalit na fal. E nëse janë të haramit edhe kundërshtojnë edhe amitësojnë dinin ton, mos na fal o Zot. O Allah, na mundësot që të knashmi me evlat, akraba e familjarë në xhenet. Zot, mëshiroj të vdekurit tanë, qëve selam, bënja nur varët e tyne në botën tjetër, shpirtat, lartësojnë xhenetet firdaus, e mos na devija neve pas tyre, i gjithë mëshirë që më shqiplot, veç të jemi mbështet, prej teje kërkojmë ndihmë, edhe askujt nuk i përulemi, pos teje, ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.